Mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, studiot kryesor. Gjykata kushtetuese shfuqizon vendimin për dënim me burgim përjetshëm për ish-kreun e bandës së lushnjës Aldobare, gjen shkelje në dosje, e rikthen çështjen sërish në gjykatën e lartë. Kreu i Komisionit të Ligjeve deklaron se çdo vonesë për vettingun është fatale për drejtësinë, por për kreun e Partisë Demokratike Basha, shumica me vendimin e një dite më parë bëri veprim antikushtetues. Krimi në Berzhit, kamera Ora News në banesën ku u gjet 74 vjeçari afqinjët tregojnë skener makabre. Policia shoqëron 20 persona, por ende nuk ka autorin. Akt vandalist ndaj Muzeut të Alfabetit në Manastir në përvjetorin e 130 të shkollës së parë shqipe, 4 persona thyen xhama dhe tentojnë ta djegin. Wikileaks publikon qindra dokumente ku tregon se si njësia inteligjencës së CIA-s përdor pajisje software për të hakeruar informacione që duhen dhe ruhen në telefonat inteligjent. Gjykata kushtetuese shfuqizoi vendimin për dënim me burgim përjetshëm për ish-kreun e bandës së lushnjës Aldobare. Sipas gjykatës kushtetuese, ky vendim erdhi pasi në dosjen e tij janë konstatuar një seri shkeljesh. Bare në fund të janarit ankimoi vendimet e gjykatave shqiptare që dhanë për të dënim maksimal për shkak të akuzave, mes të cilave ishte dhe ajo e vrasjes me dashje. Gjykata kushtetuese shfuqizoi vendimin për dënim me burgim të përjetshëm për ish-kreun e bandës së lushnjës Aldobaren. Burime në gjykatën kushtetuese bëjnë me dije se janë konstatuar një sër shkeljesh në dosjen e tij dhe për këtë arsye çështja penale kthehet sërish në gjykatën e lartë. Në ditët në vijim do të shihet nëse ky vendim i gjykatës kushtetuese do t'i hap rrugë lirimit nga burgu të Aldobares, thuajse njëjta procedurë ndodhur edhe me Lul Berishën, ish-kreun e bandës së Durrësit. Ish-kapo i bandës së lushnjës akuzohet për një sër veprash penale, mes të cilave është ajo e vrasjes me dashje. Aldobare u arrestua në Turqi në vitin 2005 dhe më pas u ekstradua në Tiranë në nëntor të vitit 2009, pasi vuajti dënimin për 3 vjet në qelitë e burgjeve turke. Ai u dënua nga gjykatat shqiptare me burgim të përjetshëm, ndërsa në fund të janarit të vitit 2017 dorëzoi në gjykatën kushtetuese kërkesën për shfuqizimin e vendimeve të gjykatës së shkallës së parë për krimet e rënda, asaj të apelit dhe gjykatës së lartë. Gjykata kushtetuese rrëzon ankimimin e kryetarit të Bashkisë Kavaj Elvis Roshi, duke lënë përfundimisht në fuqi vendimin e kryeministit Rama për shkarkimin e tij. Brenda të njëjtës ditë, kushtetuesja rrëzoi dhe kërkesën e Roshit për formularin e dekriminalizimit. Vendimi kushtetueses u mor pas një seance për më shumë se 3 orë, ku u dëgjuan pretendimet e përfaqësuesve ligjor të Këshillit të Ministrave, kuvendit dhe prokurorisë, të cilët shkarkuan dhe hoqën mandatin e tij. Gjykata kushtetuese rrëzoi ankimimin e kryetarit të Bashkisë së Kavajës Elvis Roshi për shkarkimin nga detyra dhe formularin e dekriminalizimit. Vendimi kushtetueses u mor pas dëgjimit për gati 3 orë të përfaqësuesve ligjor të Këshillit të Ministrave, kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe prokurorisë së përgjithshme. Gjatë seancës, avokati Roshit, Teodori Sollaku, tha se asnjë nga këto institucione nuk disponon vendimet formës së prerë të gjykatave italiane apo zviceriane për dënimet e tij. Nuk kemi vendimin e formës prerë, formë zyrtare, por kemi ekstremitete. Ndjenjim time ekstremitete do thotë numër dhe datë vendimi. Keni ju numër dhe datë vendimi për rastin e Roshit dënimit? Kërkuan prokurorisë së përgjithshme, rezultoi deklarohet që ka një vendim që është dënuar për një vepër penale e cila përfshihet në sferën e veprimeve që parashikon në emri 2.1. Pra informacionit policor pa numër pa datë. A kanë numër dhe datë për specimentet si statut gjykatës? Nuk kemi vendim, po kemi specimentet e vendimit. Ke numër dhe datë, përgjigja ka ardhur negative. Nuk mund ta plotësojmë këtë kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sipas prokurorisë së përgjithshme, gjithë dokumentacioni disponueshëm nga organi akuzës vërtetojnë se Elvis Roshi është subjekt i ligjit të dekriminalizimit. Burimi i informacionit është mos i besueshëm, ajo bazohet në ligje dhe konventa të nënshkruara nga shteti shqiptar dhe informacioni që vjen nga ata për ne është i mjaftueshëm për të konkluduar se personi është subjekt i ligjit. Elvis Roshi u hoq mandati nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me kërkesë të prokurorisë, sipas të cilës ai kishte fshehur dënimet nga gjykata e shtetit fqinj në Itali në vitet 90 dhe këto nuk i kishte deklaruar në formularin e dekriminalizimit.
Në kuadër të përgatitjeve për vëzhgimin e zgjedhjeve parlamentare, një mision i vlerësimit të nevojave nga ANSB-ODIR zhvilloi në orët e mbrëmjes një takim me kryeministrin Edi Rama dhe me bashkëkryetarin e Komisionit të Reformës Zgjedhore Tauland Balla. Burimet bëjnë me dije se takimi ka pasur në fokus të tij bisedimet para se misionit përcaktoi grupin që të monitorojë zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Delegacioni do të hartojë një raport gjetjesh i cili do të përmbajë edhe rekomandimin mbi llojin dhe përmasën e misionit të pritshëm të vëzhgimit të zgjedhjeve. Kjo vizitë ndërmerret në përgjigje të ftesës së bërë nga qeveria shqiptare për të vëzhguar zgjedhjet parlamentare dhe në përputhje me mandatin e OSBE-ODIR-it. Më herët misioni është takuar dhe me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, si dhe përfaqësues Televizje Socialiste për Integrim. Vetingu u shty edhe 2 javë për t'i dhënë mundësi kandidatëve të plotësojnë dokumentacionin për të hyrë në konkurim. Kjo ishte arsyeja e vendimit parlamentit sipas kreut të Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafaj në një konferencë për mediat. Xhafaj tha se shtyrja e afateve të vetingut mund të krijojë pasoja të rënda në sistemin e ri të drejtësisë dhe se opozita duhet të përmbushë detyrën e saj për të zbatuar kushtetutën e votuar unanimisht. Shtyrja e afatit të aplikimeve për komisionit e vetingut u bë për t'i dhënë mundësi kandidatëve të plotësonin dokumentet e tyre. Sipas kreut të Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafaj, ky vendim bazohet në kodin e procedurave administrative dhe nuk e prek kushtetutën, ndërkohë që siguron më shumë barazi dhe konkurrueshmëri për kandidatët. Duke vlerësuar rolin e institucionit të avokatit të popullit në këtë proces administrativ, të zhvilluar prej tij në përmbushje të detyrimeve që burojnë nga kodi i procedurave administrative, me synimin që po ky institucion të kryej me rigorozitet, sipas rekomandimeve të operacionit ndërkombëtar të monitorimit, të gjitha fazat që procesi administrativ të konsiderohet i përmbyllur ligjërisht dhe cilësisht, duke evituar kështu edhe implikimin politik të kuvendit në këtë proces tërësisht të natyrës administrative. Të izjatja afateve për Fatmir Xhafaj në shqetësuese sepse mund të krijojë pasoja në funksionimin e gjithë sistemit të ri të drejtësisë. Nëse procesi i vetingut nuk do të kryhet në kohë dhe do të krijonte pasoja të drejtë për drejta për ngritjen dhe funksionimin e institucioneve të reja qeverisëse të pushtetit të sistemit të drejtësisë, pra të Këshillit Lart, e kam fjalën këtu për Këshillin e Lartë Gjyqësor, për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Sipas Xhafajt, ky proces do të zgjasë edhe 2 javë të tjera, dhe se opozita duhet të përmbushë detyrimin e saj për të zbatuar kushtetutën dhe ligjin e vetingut. Loj ku ka fsheti shkelje të kushtetutës dhe thellim të zullumtisë. Kështu e cilësoi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vendimin e mazhorancës në parlament për të kthyer për rishqyrtim dosjet e kandidatëve për institucionet e vetingut tek avokati i popullit. Kryetari i opozitës tha se qeveria teknike dhe zbatimi i vetingut sipas kushtetutës është vendimi patjetërsueshëm i Partisë Demokratike. Vendimin e parlamentit për të kthyer për rishqyrtim dosjet e kandidatëve për institucionet e vetingut tek avokati i popullit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha cilësoi lojë dhe shkelje të kushtetutës nga ana e majorancës, ndërsa tha se qeveria teknike është zgjidhje për vendin. Lojra ku ka fshehti shkelje të kushtetutës, thellohet zullumi. Qeveri teknike që jap rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe zbatimit të vetingut sipas kushtetutës, pozicioni është i qartë, kushtetues, kombëtar, demokratik dhe europian. Partia Demokratike ka braktisur përfundimisht parlamentin dhe është e prerë në vendimin e saj për të mos marrë pjesë në asnjë seancë, përfshirë ato për reformën në drejtësi deri në plotësimin e kushtit politik të saj për qeveri teknike. Kryeministri Edi Rama ka sulmuar sërish gjykatat në vend duke kërkuar ndjesë për këtë sistem që siç tha ai është një sistem shëmtie që na kthen pas në kohë. Nga Korça ku mori pjesë në një aktivitet për 130 vjetorin e mësonjtores shqipe, kreu i qeverisë premtoi rilindje të drejtësisë. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të komentojë sistemin e drejtësisë në vend me një ndjesë për ato që i quajnë gjykatat e shëmtisë. Nga një aktivitet përkujtues i 130 vjetorit të mësonjtores shqipe, kryeministri atakoi sërish gjykatat për vendimet e tyre të dyshimta, ndërsa garantoi rilindjen e autoritetit të drejtësisë. Ndjesë për Shqipërinë e sotme të gjykatave të shëmtisë. Është një ndjesë që është edhe betim se nuk do t'i lëmë në këmbë. Patjetër që është një sfidë i ka ardhur koha të triumfojë. Nuk është sfida
e një grupi partish. Nuk është as sfida e partnerëve tanë ndërkombëtar, është sfida e fëmijëve tanë. Kreu i qeverisë në këtë përvjetor që përkon edhe me ditën e mësuesit, vlerësoi gjuhën shqipe si bartëse të kulturës dhe qytetërimit. Gjuha jonë dëshmon se është bartëse ekuilibri dhe fqinjësie të mirë, si dhe përçuese mirëkuptimi, qytetërimi dhe hapje ndaj gjuhëve dhe kulturave të tjera. Një urim për mësuesit në ditën e tyre përcolli edhe Ministre e Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla. Dua t'ju falenderoj nga zemra për gjithçka që keni dhënë mbështetjen time si Ministre të Arsimit, por dhe të rezultateve të prekshme në çdo shkollë Shqipërisë. Gëzuar dhe një herë. Gjatë aktivitetit Muzeut të Mësojtores Shqipe ju akordua për kontributin e të çmuar në edukimin e brezave medalja e mirënjohjes. Një sjellje skandaloze është fiksuar nga kamera misionit BUM në ambientet e brendshme të gjykatës administrative të shkallës së parë. Pas një pyetje që qytetari drejton zyrës së informacionit, ai merr si përgjigje të rreqen zvarr dhe nxjerrjen me forcë jashtë nga përfaqësues të administratës së këtij institucioni që në fakt duhet të jap drejtësi dhe jo dhunë. Kamera e misionit BUM ka arritur të fiksojë sjelljen abuzive të punonjësve në gjykatën administrative të shkallës së parë në Tiranë. Ka mjaftuar një pyetje të cilën qytetari ja drejton informacionit, që punonjësi i kësaj gjykate ta tërheqë zvarr dhe ta largojë forcërisht nga sporteli. Në pamundësi për të marrë sqarim, qytetari ka kërkuar takim me kryetarin e gjykatës administrative, Eriol Roshi. Çështje pushuar, drejtoria të dorëve mua nuk ka kundërshtuar. Është i patitur, e ka pushuar. Një minutë. Një minutë, mos më të rritë ashtu. Gjyqtari, nuk ka të drejta pushoj se... Nuk, e ka S'ka të drejta pushoje. S'ke të drejtë më trejtësh. S'ke drejtë më trejtësh. Një takim me kryetarin atëherë. Një takim me kryetarin. Jo, ajo ka të drejtë më pranoj kërkesën për përjashtim. As po e kërcënoj as gjë. S'ke drejtë më prekësh vetë. 12.000 çështje të bllokuara në gjykatën e apelit administrativ janë treguar se ky institucion nuk po përmbush qëllimin për të cilin u krijua, zgjidhjen e shpejtë të mosmarrveshjeve midis shtetit dhe individit. Më herët në anën e qytetarëve është vendosur edhe kryeministri Edi Rama, i cili përdori gjuhë të ashpër kur u ndal në funksionin e gjykatës administrative. Jeni të kënaqur me gjykatën administrative? Thjesht është shtuar një kasap më shumë në rrugën e tregut të mishit sipërmarrësve dhe të qytetarëve. Pamjet skandaloze të fiksuara nga kamera e BUM, kur qytetarët tërhiqen zvarr, është një shembull i plot për të kuptuar se qytetarët jo vetëm që nuk marrin drejtësinë në dyert e gjykatës administrative, por si shpagim, kur e kërkojnë atë, i tërheqin zvarr. Me skenar Maqedona sulmohet Muzeu Alfabetit të Gjuhës Shqipe në Manastir. Derisa Partit Maqedonase, VMRO, DPMN dhe LSDM flasin për skenar të çuditshëm dhe sulmojnë kulturën dhe historinë shqiptare, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, duke dënuar sulmin, deklaron se ky është një veprim agresiv që vjen nga grupe të vogla me pikpamje ultranacionaliste. Sërish sulm mbi historinë dhe kulturën shqiptare në Maqedoni. Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe në Manastir u bë pre sulmeve të radhës që për VMRO DPMN është një skenar i personave që kanë për qëllim të zhvendosin vëmendjen nga situata aktuale, ndërsa për LSDM e Zaev kemi të bëjmë me skenar që ka për qëllim të shpëtoj Nikola Gruevskin. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë, duke shprehur keqardhje për ngjarje të tilla, thekson se këto sulme janë veprime të një grupi të vogël njerëzish të nxitur nga ndjenjat nacionaliste ekstreme, frika, mungesa e informacionit dhe retorika e dëmshme e kohëve të fundit. Ministria kërkon gjithashtu zbardhjen sa më shpejt të ngjarjes dhe dënimin e autorëve. Por edhe sulmi mbi Muzeun e Alfabetit është përdorur politikisht nga Partia Maqedonase.
VMRO DPMNE e Nikola Gruevskit thekson se kujdesi për historinë dhe kulturën e çdo populli është e drejtë themelore dhe element i rëndësishëm në një shoqëri multikulturore, siç është edhe Maqedonia. Por VMRO e cilëson ngjarjen një skenar të personave që kanë për qëllim të zhvendosin vëmendjen nga situata aktuale dhe nga problemet që shqetësojnë realisht qytetarët vendas. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi LSDM-s Zoran Zaev, e cila duke dënuar sulmin ndaj shtëpisë Alfabetit, thekson se kishte paralajmëruar që dhuna dhe urrëtia e nxitur personalisht nga Nikola Gruevski dhe përkrahur nga Ivanov çojnë në pasoja të dëmshme dhe serioze për qytetarët e Maqedonisë. Çuditërisht, edhe partia e Zaev flet për skenare. Skenarët që kanë për qëllim të shkaktojnë konflikt dhe përplasje mes qytetarëve dhe të thellojnë krizën politike në Maqedoni me qëllim shpëtimin e Nikola Gruevskit dhe bashkëpunëtorëve nga përgjegjësitë për krimet e bëra nuk do të kenë sukses, thuhet në deklaratë. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bujar Nishani, ka vizituar luginën e Preshevës në një vizitë të pritur me entuziazëm nga shqiptarët që jetojnë në Serbi dhe nga ana tjetër me shqetësim nga autoritetet serbe. Kreu i shtetit u prit edhe nga qindra njerëz që kishin mbushur rrugët dhe sheshet duke mbajtur në duar flamuj kuqezi. Gjatë vizitës ai u takua me autoritetet lokale të Bujanocit e Preshevës ku diskutua për problemet të shqiptarëve që jetojnë në Serbi. Për vizitën reagoi sigurisht edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili tha se askush nuk duhet të ëndërrojë një nga ëndrat në kurizë të teritorit dhe interesave të Serbisë. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bujar Nishani, ka vizituar luginën e Preshevës në një takim të pritur nga njëra anë me entuziazëm nga shqiptarët që jetojnë në Serbi dhe nga ana tjetër me shqetësim nga autoritetet serbe. Startin e vizitës Nishani e pati rreth mesditës në Bujanoc, ku u prit nga kreu kësaj komune Shaib Kamberi dhe një ceremonial lënë tingujt e himnit kombëtar. Kreu i shtetit u prit edhe nga qindra njerëz që kishin mbushur rrugët dhe sheshet duke mbajtur në duar flamuj kuqezi. Në takimin që kreu i shtetit zhvilloi me Kamberin u diskutua për situatën aktuale politike dhe ekonomike në Bujanoc, si dhe të drejtat e shqiptarëve në Lugin. Në takim ishin gjithashtu të pranishëm edhe kryetari i Këshillit Kombëtar Jonuz Musliu, kryetari i Kuvendit të Bujanocit Fatmir Hasni dhe deputet shqiptar në Parlamentin e Serbisë. Nga Bujanoci, Nishani vijoi drejt Tërnocit të Madh dhe Preshevës. Vizita u zhvillua në masa të repta sigurie, ku në teren u vendosën 300 forca policore, përfshirë snajperist. Për vizitën reagoi edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili tha se askush nuk duhet të ëndërrojë ndonjë nga ëndrat në kurizë të teritorit dhe interesave vitale të kombit tonë. Svako ima pravo na svoj izbor. Moje samo da im kažem. Ne nuk jemi të frikësuar nga asgjë, jemi vend i hapur, të gjithë janë të mirëpritur, por ata të cilët mendojnë ose guxojnë të dëmtojnë integritetin e vendit. Përgjigjja ime është mos e bëni dhe as mos e provoni. Unë mendoj se ne kemi vepruar në mënyrë të mençur dhe racionale. Presidenti shqiptar është pritur si çdo mysafir. Kjo është vizita e parë e një presidenti shqiptar në 69 vite në luginën e Preshevës. Presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO dhe Turqia të dënojnë dhe të hedhin poshtë platformën e partive shqiptare. Ivanov argumenton se kjo do të ishte mënyra më e mirë për kapërcimin e krizës politike në Maqedoni. Ai ka akuzuar Shqipërinë dhe Kosovën për ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë. Nuk kishte folur që prej refuzimit për të mandatuar kreun e socialdemokratëve Zoran Zaev, tashmë thyen heshtjen me një thirrje ndaj ndërkombëtarëve. Dënoni platformën shqiptare është kërkesa e presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov, drejtuar Bashkimit Evropian, NATO-s, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Turqisë. Në letrën drejtuar presidentit amerikan Donald Trump, kryetarit të Këshillit të Evropës Donald Tusk, kreut të NATO-s Jens Stoltenberg dhe presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, Ivanov thot se hedhja poshtë e platformës shqiptare do të ishte mënyra më e mirë për kapërcimin e krizës politike në Maqedoni. Ivanov ka akuzuar Shqipërinë dhe Kosovën për ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë. Kërkoj ta shqyrtoni me vëmendje realitetin e vërtetë me të cilin përballemi dhe të angazhoni që kjo platformë e dëmshme të hidhet poshtë publikisht dhe të dënohet nga Bashkimi Evropian dhe NATO si dhe vendet anëtare të tyre. Gjithashtu pres ta dënoni ndërhyrjen flagrante në punët e brendshme të Maqedonisë nga ana e dy shteteve fqinje që aspirojnë anëtarësimin e plotë në Bashkimin Evropian. Ashtu sikurse në fjalimin e tij një javë më parë, presidenti Ivanov e ka konsideruar kërcënim ndaj sovranitetit, pavarësisë dhe unitetit vendit deklaratën e partive shqiptare. Ivanov në letrën e tij shton se dokumenti pezullon dhe marrëveshjen e Përzhinos për arritjen e së cilës Bashkimi Evropian ishte angazhuar fuqishëm.
Letra Ivanov vjen si kundër përgjigje ndaj apelit të shefes së diplomacisë europiane Federica Mogherini që presidentit të tërheqë vendimin në mënyrë që kriza institucionale të mos përshkallëzohet në krizë ndëretnike. Pak ditë më parë dhe ambasadori amerikan Jess Bailey shpreu shqetësim nga një vendim i tillë, të cilin e cilësoi në kundërshtim me parimet bazë të demokracisë dhe sundimit të ligjit. Thirrje për respektimin e shumicës parlamentare janë drejtuar dhe nga një sër diplomatësh të tjerë europian. Një ngjarje makabre ka ndodhur në një fshat të kryeqytetit ku një e moshuar është gjetur e pajet e lidhur kokë e këmbë. Policia ende nuk ka rënë në gjurmë të autorëve, ndërsa nga të dhënat e para dyshohet se 74 vjeçaria e cila jetonte e vetme është vrarë pasi është grabitur. E moshuara ishte grabitur edhe dhunuar edhe 2 vite më parë, por ngjarja kishte mbetur e pazbuluar nga policia. Është munduar prej vitësh të ruante në një kursim nga pensioni modest që merrte, por duket se kjo gjë i ka kushtuar me jetë. Kjo është historia e dhimbshme e 74 vjeçares Fatime Hida, e cila u gjet një ditë më parë pa jetë në banesën e saj të rënuar në fshatin Miajas të komunës së Bërzhitës. Shtatet e 4 vjeçarja Feride Hida jetonte e vetme në këtë banesë deri ditën e djeshme kur u gjet e pajet nga të afërmit e saj. Dhoma e cila ka shërbyer si banesë të moshuarës është tërësisht e shkatëruar. Kjo ndoshta pas kontrollit të grabitësve në kërkim të hollave që 74 vjeçarja kursente, ndërsa i vetmi luks në këtë ambient duket se është ky televizor, që asaj ishte dhuruar nga një shoqat holandeze. Fare pranë me të, ndodhej kasolle e bagëtive që e moshuara u shërbente dhe përmes tyre siguronte ndonjë të ardhur. Mes lotosh të afërmit tregojnë momentet se si e kanë gjetur të pajet trupin e të moshuarës. Na gjetëm ka ora 4 kështu. Mazdite. Po gjithë ditën nuk e kishit të... Ja, nuk e nim fare. Përbys, ishtu, konti, ishtu, këtu i kishim lu me robe, me rece, kurse këtu ki komë, këtu i kishin lidh me tërkuz në vetë. Mos lute. Por ky nuk ishte i vetmi rast që 74 vjeçarja ishte grabitur dhe dhunuar. Të afërmit tregojnë se një situatë e ngjashme asaj kishte ndodhur dhe 2 vjet më parë, por autori kishte mbetur i pazbuluar. E një fojte për një në stregonde mo. Policisti tregoi që e kishin... Ma nuk e di. Atje se di, vetëm ata e di dhe nuk e di. E në parë haja ka qeni i gruha me flok gjata në këto. Gru, ju kisha bosi gru me flok gjata, kisha vung para rrugë, pa ka qenë burri, ne ka vung shumë flok false. Ne kisha marrë në gaçe, ne kisha marrë kodun që kisha marrë litarin gjitha. Fatimia ishte një grua punëtore që ndonë se fati nuk i kishte ecur, mundohi të siguronte vetë të ardhurat, duke mos ju bërë barë të afërmëve. Trupi i saj u gjeti pa jetë i lidhur këmbë e duar dhe sipas policisë, vdekja i ka ardhur nga asfiksia. Policia ka shoqëruar deri tani rreth 20 persona, kryesisht banorë të fshatit për të marrë në pyetje, por ende nuk ka ndonjë të arrestuar për ngjarjen. Nga të thonat e para dyshohet se edhe këtë herë shkak është bërë grabitja, pasi e moshuara pak ditë më parë kishte shitur disa bakti. Zbulohet për herë të parë në Greqi një laborator për prodhimin e asaj që njihet si pilulat e xhihadistëve. Policia ka arrestuar 4 persona, pjesë e një bande kriminale që dyshohet se drejtohet nga një shtetas shqiptar, ndërsa janë sekuestruar 650.000 pilula me vlerë rreth 10 milion euro. Një shtetas shqiptar me banim në Greqi është identifikuar si kreu i rrjetit ndërkombëtar që do të furnizonte me një sasi të madhe barnash narkotik luftëtarët e Shtetit Islamik. Autoritetet greke njoftuan se kanë zbuluar në rrethinat e Athinës një laborator ku prodhoheshin barnat me emrin Kapdakon, që njihen gjërësisht si droga e xhihadistëve. Përdorimi i saj stimulon luftëtarët e ISIS-it para operacioneve luftarake. Autoritetet greke sekuestruan 650.000 pilula Kaptagon, vlera e të cilave përllogaritet në rreth 10 milion euro. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan 2 shtetas shqiptar, një turk dhe një grek, ndërsa janë shpallur në kërkim dhe 3 persona të tjerë, përkatësisht një shqiptar, një turk dhe një grek, i cili është një ish oficer policie në pension. Sipas medias greke që citon burime nga organi akuzës, shqiptari i shpallur në kërkim njihet me emrin Andrea dhe prezantohej si biznesmen në fushën e ushqimeve.
Por sipas mediave, kjo ishte thjesht një mburoj për trafikun e barnave, që 47 vjeçari po përgatitej të realizonte. Ai madje kishte porositur në një kantier në Athinë ndërtimin e një skafi të fuqishëm të tipit Top Gun, me gjatësi 12.5 metër. Me këtë skaf ai do të kalonte ngarkesën e barnave narkotike për në Turqi, e prej andej do ta dorëzonte tek porositësit që me gjasi përkasi Shtetit Islamik. Policia greke thot se në bashkëpunimet e me shërbimet inteligjente të vendeve të tjera, po punon për kapjen e kreut të grupit, që dyshohet se aktualisht ndodhet në Turqi dhe personave të tjerë që janë shpallur në kërkim. Wikileaks ka publikuar dokumente sekrete të CIA, sipas të cilave CIA ka përgjuar telefonat e kompanive europiane dhe amerikane, mes të cilave Apple, Google dhe Microsoft, dhe mandje ka përdorur si mikrofon televizorët Samsung. Mes të tjerash, Wikileaks thot se CIA ka rritur kapacitetet e saj të mbledhjes së informacioneve, duke konkuruar në mungesë transparence edhe Agjencinë Kombëtare të Sigurisë. Wikileaks ka publikuar dokumente sekrete të CIA, sipas të cilave CIA ka përgjuar telefonat e kompanive europian dhe amerikan, mes të cilave Apple, Google dhe Microsoft, dhe madje ka përdorur si mikrofon televizorët Samsung. Agjencia e cila nuk e konfirmon autenticitetin e lajmit, ka përdorur konsullatën amerikane në Frankfurt si bazë për kamuflimin e operacionit. Organizata e themeluar nga Assange i ka shpërndar të dhënat në emrin Vault 7. Dokumentat e parat publikuara sot në titullin Viti Zero tregojnë sistemin e hakimit të CIA-s me software të kodifikuar dhe armë informatike të përdorura nga Agjencia e Spionazhit të Shteteve të Bashkuara. Sipas Wikileaks, programi CIA-s përfshin një arsenal mjetesh teknologjike për të përgjuar 10 produkte, përfshirë iPhone të Apple, Android të Google, Windows të Microsoft dhe televizor Samsung, duke i transformuar në mikrofon të fshehur. Viti Zero përmban 8761 dokumenta dhe të dhëna të ardhura nga një rrjet i izoluar i sigurisë së lartë, të cilat ndodheshin në qendrën kibernetike të CIA-s. Wikileaks shpjegon se ka arritur t'i marrë këto të dhëna nga një person që ka pasur akses në këtë rrjet pasi ka humbur kontrollin vetë CIA. Mes të tjerash, Wikileaks thot se CIA ka rritur kapacitetet e saj të mbledhjes së informacioneve, duke konkuruar në mungesë transparence edhe Agjencinë Kombëtare të Sigurisë. Socialdemokratët në Gjermani lën pas CDU-n e kancelares Angela Merkel në bazë të një sondazhi të realizuar së fundmi nga prestigjozja Bild. Partia qendrës së majtësh në kuotën e 31.5% të votave, ndërkohë që nga ana tjetër konservatorët që drejtohen nga Merkel gëzojnë mbështetjen e 30.5% të elektoratit. Vendin e tretë në këtë sondazh zë Partia e Ekstremit të Djathtë, Alternativa për Gjermaninë, e cila ka bërë për vete 11% votuesve. Kancelaria gjermane Angela Merkel nuk do ta ketë të thjeshtë që të sigurojë një mandat të katërt nga zgjedhjet parlamentare të 24 shtatorit, teksa diçka e tillë konfirmohet edhe nga sondazhet ku rivali i saj socialdemokrat Martin Schulz ka regjistruar një rezultat më pozitiv. Në projekcionet e realizuara nga prestigjozja gjermane Bild, qendra e majtë do të fitonte 31.5% të votave nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin në këtë fundjavë, duke lënë pas kristian-demokratët e Merkel së bashku me partinë si motor CSU, të cilat do të ndaleshin në kuotën 30.5%. Në këtë mënyrë në radhët e SPD-s janë rritur shpresat se kjo forcë politike mund të marrë në dorë frenat e ekzekutivit pas më shumë se 15 vitesh. Ish-presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz i ka dhënë një frymë të re partisë me paraqitjen e kandidaturës së tij. Pavarësisht rezultatit që do të prodhojnë zgjedhjet, pritet që socialdemokratët dhe CDU-ja të bashkëpunojnë për një tjetër mandat, por në pikpyetje mbetet leadershipi i këtij koalicioni. Merkel ka patur një rënje të ndjeshme të popularitetit, kryesisht ndikuar nga aplikimi i politikës së dyerve të hapura për emigrantët. Në lidhje me këtë çështje, kancelaria ka patur konfrontime të shpeshta edhe me partnerët e koalicionit. Vendin e tretë në sondazhin e realizuar nga Bild e zuri Alternativa për Gjermaninë, partia e ekstremit të djathtë, e cila ka shfaqur qëndrime kundër strehimit të emigrantëve. Kjo forcë politike është ndalur në shifrën 11%. Krahasuar me disa muaj më parë, AFD ka shënuar rënje pasi në sondazhet e mëhershme, partia e ekstremit të djathtë kishte arritur deri në 15%.
20 shkolla të reja, përfshirë shkollën Kosova, do të ndërtohen gjatë 2017-s në Tiranë. Në nisjen e punimeve për rindërtimin e shkollës 9 vjeçare Kosova, Erion Veliaj ka premtuar se ajo do të jetë 3 herë më e madhe nga sa ishte, ndërsa ka zbuluar edhe surprizën e bashkisë për festën e 8 marsit. Në 7 marsin e vitit të ardhshëm, Tirana do të ketë gati të rindërtuar shkollën 9 vjeçare Kosova. Nga Trualli ku do të ndërtohet shkolla, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, uroi gjithë mësuesit për festën, ndërsa njoftoi se gjatë vitit do të ndërtohen në tërësi 20 shkolla të reja. Do ndërtojmë shkollën Kosova, e cila do të jetë 3 herë më e madhe se çka qenë, dhe në 7 marsin tjetër, ashtu si tha inxhinierja jon Ilda, ne do të kemi një shkollë të re dhe 7 marsin tjetër unë pres që bashkia të ketë mbaruar shkollën, kurse ju të na bëni një super koncert të shkolla re, do të ndërtojnë në gjithë Tiranën 20 shkolla. Ca shkolla kanë filluar, Hoxha Tasim tashmë është mbaruar gjysma, shkolla Beti Muçën kombinat tashmë është mbaruar. Nuk ishte si të mungonte dhe një surprizë për të gjitha vajzat e gratë për festën e 8 marsit. Bashkia e Tiranës nesër për të gjithë gratë dhe vajzat që do përdorin autobusin dhe transporti publik do jetë falas, kështu që të gjithë gocat, të gjithë zonjat, të gjitha zonjushat, të gjitha gjyshet, nesër kanë transportin falas, kështu që nesër vetëm duhet zbukurohen për festat, për aktivitetet që kanë. Shkolla Kosova u dojsh për të ndërtuar aty një pallat pasi Truallit i dolën pronarët, sa Veliaj. Qeveria garantoi një fond për shpronësimin e tyre, duke lënë edhe një herë hapësirën për të rindërtuar shkollën. Të mbledhur në grupe, antarët e Forumit Rinor Eurosocialist kanë zgjedhur një mënyrë të veçantë për të uruar mësuesit me rastin e festës së 7 marsit. Ata i dhanë çdo mësuesi një kartolinë urimi, nisë me ushtri në Vlorë, Saran, Delvin, Himar, Selenic, Konispol dhe Finiq. Një kartolinë urimi për çdo mësues. Ishte kjo forma e veçantë që zgjodhën të rinjtë e Forumit Rinor Eurosocialist në qarkun e Vlorës për të nderuar njerëzit e dijes në festën e tyre. Të organizuar në grupe të veçanta, ata janë drejtuar që në orët e para të ditës institucioneve arsimore në qytet dhe fshat, në Vlorë, Saran, Delvin, Himar, Selenic, Konispol dhe Finiq. Çdo mësues pa dallim ka marrë një kartolinë urimi, ndërsa për mësueset gra e vajza të rinj u dhanë edhe nga një buqet me lule. Në Sarand, takimet me mësuesit i ndoqin nga afër edhe kryebashkiakja Floriana Koka. Zuar, mësuesët dashur, duke nisur urimi nga kjo shkollë që na bën nder, Bashkisë Sarandës, qytetit të Bënderit, edhe është një partir shumë i mirë në rrugtimin tonë, dua t'ju uroj suksese. Qëllimi i kësaj ideje është një formë shprehjes së mirënjohjes për ata që me përkushtimin dhe sakrificën e tyre punojnë çdo ditë për edukimin e brezave, u shpreh kryetaria e Freshit Vlorë, Saniela Xhaferaj. Kjo zgjedhje nuk është rastësore, sepse Fresh në mendimin e Partisë Socialiste dhe me mbështetjen e pakursyer të saj, vlerëson dhe ka mirënjohjen dhe respektin për ditën e mësuesve, sepse misioni i tyre është shumë domethënës. Një nismë e tillë do të jetë traditë për çdo vit. Në kuadër të marrëveshjeve dhe të ndihmave që shteti kuvajtian po jep për Shqipërinë, 2 institucionet homologe audituese, përkatësisht Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe Zyra Supreme e Auditimit të Kuvajtit, kanë nisur bashkëpunimin. Kreu i KLSH-s Bujar Leskaj tha se Shqipëria do të përfitojë nga përvoja model e zyrës kuvajtiane. Kontrolli i Lartë i Shtetit Shqiptar dhe Zyra Supreme e Auditimit të Republikës së Kuvajtit nisin bashkëpunimin për kontributin në rritjen e kapaciteteve profesionale të audituesve të KLSH-s. Marrëveshja u firmos nga kreu i Kontrollit të Lartë Shtetëror Bujar Leskaj dhe homologu kuvajtian Adel Abdulaziz Al Sarawi. Për kreun e KLSH Bujar Leskaj, Zyra e Auditimit të Shtetit të Kuvajtit, si dhe përvoja e cilësia e punës së saj, është një model shumë i mirë edhe për Shqipërinë. Prej më se 20 vjetësh, nga viti 1996, Byroja e Auditimit e Shtetit të Kuvajtit zhvillon me sukses auditimet e performancës, duke realizuar dyfishin e auditimeve që ne realizojmë në këto vitet tona më të mira. Bashkëpunimi me një saj modern si Byroja e Auditimit të Kuvajtit, mendoj që është një vlerë e shtuar për punën tonë të ardhmen. Ne jemi të fokusuar tek shkëmbimi i eksperiencave mes dy institucioneve. Ne nuk bëjmë politika, por bëjmë auditimin e tyre. Jemi pjesë e kësaj shoqërie dhe një nga temat që diskutuam në takimet e djeshme me kryetarin e Kuvendit ishte e drejta për të ruajtur pronën publike dhe për të luftuar korrupsionin.
Marrëveshja parashikon që mes dy zyrave të shkëmbehen eksperiencat audituese. Për këtë arsye, do të organizohen vizita pune, trajnime si dhe konferenca ndërkombëtare.